me Stambollin, ku atje po na pret zoti Fati Yıldız Nebiu, i cili është pjesë e stafit organizativ të konferencës ekonomike në Stamboll, e cila do mbledh biznesmenët shqiptar. Kështu që po besoj shumë që zotin Nebiu e kemi në lidhje drejt për drejt, edhe po e përshëndesim këtu nga Prishtina. Mirëmbrëma, zotin Nebiu. Mirëmbrëma, përshëndetje. Faleminderit shumë për kohën edhe mundësinë. Thash që ju jeni pjesë e stafit organizativ ku do mblidhen biznesmen anën banë trojave shqiptare në Stamboll. A mund na dërgosh më shumë rreth kësaj iniciative dhe cila do të jetë tema kryesore për me mbledh gjithë biznesmenët? Besoj shumë sukses shumë kudo që i kemi ata. Po, fillimisht duan të dinë të gjithë se programin e organizon Rjeti Global i Bizneseve Shqiptar, cili Rjeti Global Biznes qendrën e ka në Prishtinë. Kryetari i përgjithshëm është zotëria Mernura nga Kosova, mirë po jeton në Finland. Në 17 shtete kemi kryetar dhe kryesi të bizneseve. Këtë organizim të fund janarit ban Dega Turqis, në krye me kryetarin zotëri Muhamet Sherifi, me origjinë nga Gjilani, jeton dhe vepron në qytetin e Bursës. Pas 2 ditë besoj që do të kemi një program të suksesshme. Jemi përgatitur shumë mirë. Në Windsor Hotel të komunës Bayrampaşa do të jetë programi. Mbi 27 tavoline do të ketë për takimet B2B, kompanitë të cilat do të prezantojnë projektet e tyre, kompanitë e tyre. Është interes i madh nga shqiptarët e Turqisë të cilat janë biznesmenë, gjithashtu edhe biznesmenë shqiptar nga jashtë shteti vinë, por më interesant është që personat, biznesmenët jo shqiptar që kanë interes që investojnë në Shqipëri, Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut do të marrin pjesë në këtë program. Programi nesër ora 9 mëngjes fillon deri 4 do të vazhdojë, pastaj një darkë familjar do të kemi ka ora 7 deri 9 mbrëmje, edhe do të kemi zyrtar të lartë të shteteve si në prej Republikës Maqedonisë së Veriut, kryetari i kuvendit zotëri Afrim Gashi do të jetë, në zëvendës ministri i brendshëm Maqedonisë së Veriut zotëri Aset Iseni, disa deputet nga Maqedonia e Veriut, gjithashtu edhe nga Kosova do të jenë zyrtarët, po edhe nga Shqipëria ndoshta do të jenë, po nuk kemi ende informat për nga Shqipëria, kurse nga Turqia zëvendës ministri i parë të Ministrisë së Tregtisë do të merr pjesë në këtë program. Guvernatori i Stambollit do të jetë, sepse te në guvernatori në nivel republikan dhe në nivel qytetit ka shumë ndikim të edhe për politikë përbërjen, por edhe për udhëheqësinë e qytetit. Është seriozisht programi shumë mirë, jemi përgatitur mirë, edhe besoj që shpresojmë që do të dalë shumë mirë. E përmendit që është në vazhdim e shumë të organizimeve në shumë shtete, në këtë rast edhe në Stamboll, besoj që do ketë edhe mysafirë të tjerë, po e përmendit që qëllimi është që të lidhen gjithë biznesmenët edhe në fundit edhe ata për veti, po edhe për vendin ku ne vim, apo jo, se kjo është qëllimi që këto investimet vinë edhe në Kosovë, po edhe në Shqipëri. Do të ketë mysafirë të ftuar, cili do jetë edhe interesi edhe në këtë rast biznesmenëve turk, qofse do ketë bashkëpunime, apo thjesht do jenë vetëm aty biznesmenët shqiptarë që do shkëmbejnë përvoja ndaj njëri tjetrit. Po, pasi që është në pjesë të programit zëvendës ministri i parë të tregtisë të Turqisë, është edhe tregon që programi është shumë serioz, sepse edhe ministri ka pasur dëshirë me marrë pjesë në këtë program, por ka pasur program prej para 4 muajve që kanë planifikuar edhe fatkeqësisht s'mundët me marrë pjesë, por gjithashtu në programin e darkës do të merr pjesë edhe kryetari i Odës Ekonomike të Stambollit, i cili është ekip Avdaki që është me origjinë bosnjak, por ka ndikim shumë në politikë përbërjen e qytetit për çështjet e biznesit. Por seriozisht programi shumë mirë do të bëhet, jemi përgatitur, gjithçka është shku shumë mirë deri tani. Unë isha në Shkup sot në mëngjes ardha, por tani për pjesën e protokollit unë e udhëheq programin, por kryetari Muhamet Sherifi gati 4-5 muaj e ka përgatitur gjithçka, se edhe para 2 vite kanë bërë në qytetin Bursa. Si vjet do të bëhet në Stamboll vitet e ardhshëm, ndoshta pse jo në Izmir ose në Antalya e tjerë, ndoshta edhe në kryeqytet, sepse Rjeti Global i Bizneseve e ka obligim në secilin shtet që ka antarë dhe kryesi të bëjë një mbledhje ose koordinim për interes të përbashkët, domethënë për politikë përbërje që bëhet
nga ana dy palëve, dy tre shteteve që biznismenat të takon edhe rjeti, qëllimi kryesor është rjeti të xhanot edhe biznesit të rritët, sidomos në shtetet tona në Republikën e Maqedonisë Veriut, Kosovë edhe në Republikën e Shqipërisë. Zoti Vati, sa është rëndësishme kjo pjesa që të bëhen bashkë këta biznismenë dhe sa do ndikon edhe të populli i Kosovës e të Shqipërisë, përmendet që po ka shumë iniciativa para praktikisht e dini që ne kemi edhe odot ekonomike të Prishtinës ose të Kosovës në Maqedoni, ashtu siç e kemi odën veri perëndimor të Maqedonisë së Veriut, të cilat shqiptar në udhëheqëm edhe në Shqipëri kemi, po rjeti global i bizneseve shqiptar jashtë odove ekonomike, normalisht e kemi bashkëpunime me ato. Globalisht, do me thonë, ndërkombëtarisht kemi marrëveshje, lidhje me sëllën shtet që kemi antarë dhe kryesi, edhe çdo vit jemi të arrit ende më shumë suksese për të investuar në shtetet tona, ashtu si thash edhe më herët. Mirë, përmendet që ka pas sukses në disa vende, sa jemi te Stambolli dihet ekonomia e Turqisë, po ku do ishte interesi kryesor shembull që e përmendet është zavendës ministri i parë i Ministrisë Tregtisë atje, po ku mendon që do jetë koncentrimi më i madh i biznesmenëve tanë te pikërisht te shteti turk edhe si e sheh këtë bashkëpunimin mes popullit ose po e them kështu institucioneve të Turqisë me këta biznesmenë shqiptar. Shifeni tani pasi që vjen zavendës ministri i parë të Ministrisë Tregtisë Republikës Turqisë, se seriozisht ai tregon çështën që populli turk edhe Republika Turqisë don vëllezërit e vet edhe miqtë e vet që e quajnë neve ato vëllezër edhe mik shqiptarët, edhe çdo herë janë me neve, edhe çdo program kur e ftojmë momentin që kanë kohë edhe marrin pjesë edhe kanë dëshirë të investojnë ende më shumë në Kosovë, në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, gjithashtu kanë dëshirë të njoftohen sa më shumë me shqiptarët ose me biznismenë shqiptarë që mund të bashkojnë edhe mund të bëjnë programe ose biznese e tjerë. Po i shohim disa prej fotove ku ka qenë edhe shumë herë edhe pjesëmarrëse edhe zonja Vjosa Osmani, presidentja e vendit, edhe institucioneve të ndryshme, pastaj po e shohim edhe zotin Lazim Destani bashkë me ju atje dhe me gjithë miqtë e juaj që edhe udhëheqni këtë rjet, po tregoni kështu sa po keni përkraje nga institucionet e vendeve tona në këtë rast, edhe nga Kosova, nga Shqipëria, pastaj edhe nga Maqedonia e Veriut, pasi që e di që ka në këtë rast të zotit Destani, po të tjerë të cilët kontribuojnë në këtë rjet të biznesmenëve të shqiptar. Kemi ndihmë nga institucionet shtetërore, po unë para 4 muajve jam antarësuar dhe jam në kryesinë e degës Turqisë, por kam pasur informat normalisht para një vite në Prishtinë që është bërë programi kryesor. S'kam pasur mundësi për të marrë pjesë, sepse unë gjithashtu për momentin edhe pse jam shqiptar Turqisë, por për momentin jetoj në Shkup në Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës, jam shef i protokollit Ministrisë e Ekonomisë dhe Punës, gjithashtu jam konsultent i jashtëm për marrëdhënie Turqi dhe Kosovë. Edhe në këtë pjesë në degën e Turqisë kam marrë pjesë qëllimisht që të jem kyç edhe urlise mes shqiptarëve të Turqisë, Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë, që të kemi sa më shumë kontakt. Kemi mbështetje si që thash edhe më herët nga politikanë dhe nga pushteti shqiptar në Maqedoninë e Veriut, gjithashtu nga Kosova, nga Shqipëria e tjerë. Por sipas kohës atyre në për programet tona kur e dërgojmë ftesat, kur kanë kohë të lirë më vinë edhe marrin pjesë, kur s'kan kohë të lirë normalisht që na falenderojnë edhe bile kërkojnë falje, po në këtë program ka pasur mundësi edhe zotëri Glauko Njufca, por momentin e fundit ka dalur një punë atje dhe fatkeqësisht nuk mund do të jetë në mesin tonë. Normalisht edhe ne nuk e zgjetëm shumë procedurën, pasi që tani në këtë ditë do të formohet ndoshta edhe qeveria e Kosovës, edhe sikur të ishte gjithçka në rregull për momentin atë qeveria aktuale, normalisht ndoshta edhe zoti kryeministri Albin Kurti do të ishte në mesin tonë, po në të ardhmen pse jo, si në Turqi, si në programe të tjerë, shembull në muajin e ardhshëm në Bazel të Zvisrës do të kemi programin, në mars programi do të bëhet në Australi, në Melbourne, nëse s'jam gabim, në prill në Vjenë do të bëhet, në maj programi është në Prishtinë,
kurse ne qershor në Londër. Do më thonë, brenda vitit gati 7 deri 8 programe kemi vetëm afatin kohort sinës së verës, nuk kemi shkaku që njerëzit janë në përpushime. Do më thonë, interesi është jashtëzakonshëm madh që spaku në 7-8 muaj do më thonë mu taku shqiptarët anë mban edhe me mbrojt shtetat e tyre me investim që edhe rinia mos t'i ke jashtë, që sa më shumë investime të bëhet nëpër Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni e Veriut në zonat shqiptare, që rinia le të ngelë atje dhe mos largon nga vendat e tyre. Zoti Vati, pasi që thatë jeni edhe pjesë të institucioneve të Maqedonisë Veriut atje, edhe keni kështu biseda dhe me këta biznismen, realisht mendohet ndonjëherë që t'i bashkojnë gjithë forcat edhe të bëhet një projekt kështu shumë i madh mes Kosovës, Shqipërisë, në këtë rast edhe Maqedonisë Veriut, ka këto idesh edhe këto vende që ose këto pjesëmarrje i përafron këta dhe sa ndikon realisht, kështu si në pyetje ky bashkim shumë i shpeshtë i biznesmenëve tonë. Për këtë pyetje ndoshta unë nuk jam adekuat për momentin të përgjigjem, mirë po në qershor programi do të bëhet në fakt, më falni, në maj programi do të bëhet shumë mirë në Prishtinë, besoj që atje do të janë edhe zyrtarë nga Maqedonia e Veriut, nga Kosovë, po se pas nga Shqipëria, që të bëhet programi më i mirë, pasi që edhe nëse e çujmë qendrën Selin e kemi në Kosovë dhe programi më i mirë edhe më i madh dhe interesi më i madh të biznesmenave do të bëhet në Kosovë, ndoshta atje mund të flasin diçka për ndonjë memorandum për të ardhmen që të bashkëpunojnë, sidomos trurat tonë të Shqipëri, Kosovë dhe në Maqedoni e Veriut, shqiptarë dhe biznesmenat. Por më shumë s'mund të komentoj diçka që nuk di. Mirë, tregom kur do bëhet konferenca edhe janë të ftuar të tjerë, ndoshta ka biznesmen që mund të vinë, duhet me qenë gjithsesi pjesë kështu zyrtare, rrjetet apo mund të vinë edhe të tjerë të ri që t'ju bashkohen. Programi jonë është ditën e shtunë me 30 janar, do me thonë ora 9 fillon, pastaj deri ora 4 mbaron. Në mëngjes do të jetë zotëria Frymgashi në fjalë përshëndetje, guvernatori, konsullt e Kosovës dhe Republikës Shqipërisë. Më shumë interesi do të jetë në për të takimet tavolinë B2B dhe prezantimet të programeve dhe kompanive për mes biznesmenave shqiptarëve të Turqisë dhe shqiptarëve të Globit. Por programi, jashtë programit, do më thënë, programi kryesor do të bëhet në darkë, atë që do të jemi vëllezër e motra, do të takomi, do bëjmë muhabete jashtë politike, jashtë investimeve, jashtë bizneseve, gjithashtu, si që thëmë në fjalë popullor, hallat edhe deklet, kur e dim, ndoshta edhe anglisht e thonë touch, kur prekim njëri tjetrin, njerëzit edhe më mirë e kuptojnë njëri tjetrin. Besoj që edhe darka do të jetë finali më i mirë të programit, që e kuptojmë njëri tjetrin si shqiptarët e Turqisë dhe shqiptarët e Globit ne që do të jenë në program pas nesër. Para se të ndohemi ta bëj një pyetje, sa këto konferenca i bashkojnë këta biznesmenë dhe me vërtet duke i pa dhe duke qenë afër tyre, ka rritje të numrit të tyre të sukseseve, sepse me vërtet çdo ditë edhe mërgata jonë po shohim njerëz shumë të suksesshëm që me vërtet gjithandej janë për lakmi shqiptarët kudo që janë, pasi që në biznes me vërtet kemi mri me sa duket. Ka shumë kompani që kanë hap tavolinë për B2B, shembull pjesëmarrje bëhet në 3 lloj, pjesëmarrje normale, pjesëmarrje B2B dhe pjesëmarrje B2B dhe sponsor për katalogun edhe për reklamimin. Kemi 27 ose nëse nuk kam gabim 28 tavolina të biznesmenave, por para 2 ditë kemi mbyll tavolinat shkaku që salla edhe pse është e madhe, është mbushur, edhe do të jenë besoj që mbi 300 persona në mënyrë direkte dhe indirekte që kanë lidhje me biznese, që intereson. Kemi edhe njerëzit që e njohin Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut edhe që jetojnë në Turqi. E kemi listën e kum kontrollu pardje nga Sri Lanka, nga Dubai, nga Iraki, nga Siria, nga Saudi Arabia, nga Australia, po se po prej të gjithë Evropës mund të them që ka pjesëmarrës, është seriozisht mjaft interesant program. Mirë, përmend edhe orën në kur të fillon, edhe po shpresoj shumë që do të keni sukses, por në fund pas kësaj konference në Stamboll do ketë plane të tjera të rrjetit që të shkonin në ndonjë vend tjetër, siç tashmë është bë tradit, siç e përmendë që do të mirret pjesë edhe në Prishtinë.
Pas që mbaron programi Istanbulit, në shkurt do të kemi programin e Basel në Zvicër, por ende nuk ditë kur. Por gjithashtu edhe RTK do të jetë në program shtunën prej mëngjes deri në darkë, edhe incizimet do të bëhen edhe ju do të keni domethënë direkt nga RTK Nishi. Kështu është programi, edhe më herët e përsërita që në shkurt në Zvicër, mars në Australi, në prill në Austri, në maj në Kosovë edhe në qershor në Londër. Me renditje tani radhën ne kemi si Dega Turqisë. Unë tani për 2 ditë e kam lënë punën edhe erdha për këtë punë që të ndihmoj kolegëve të udhëheqësisë, jemi gati edhe gjithçka është në rregull. Ju faleminderit edhe ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit.